Kemi ardhur nga Italia për të vizituar Gjirokastrën. Është një qytet shumë i bukur, me histori, arkitekturë unike. Gjirokastra po vion të forcoj pozitat si një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët italian. Fal trashëgimisë së pasur kulturore dhe peizazheve natyrore, qyteti i Gurt po tërheq çdo vit gjithnjë e më tepër vizitor nga Italia. Është hera jonë e parë në Shqipëri dhe jemi shumë të impresionuar nga Gjirokastra. Njerëzit janë mikpritës dhe ushqimi është fantastik. Ka një pamje mahnitëse. The nature is great. Zgjodha Gjirokastrën për pushimet tona sepse na i kishin rekomanduar. Pamjet janë të jashtëzakonshme dhe qyteti ka një energji shumë të veçantë. Na pëlqeu që është një vend i qetë, por njëkohësisht edhe plot me jetë dhe kulturë. Sipas të dhënave, gjatë vitit të kaluar, mbi 500.000 turistë italian vizituan jugun e vendit, ku 150.000 prej tyre vetëm në Gjirokastër, duke u renditur ndër grupet më të shumta të vizitorëve. Prezenca e turizmit italian në Gjirokastër dhe rajonin jugor prej disa vitesh, do të thoja pamburje, është në vend të parë dhe vetëm vitin që kaloi, numri i turistëve italianë që vizituan Gjirokastrën i kaloi të 150.000, por duke marrë parasysh edhe rajonin, pasi jugu funksionon si një rajon turistik, Gjirokastër, Sarand, Përmet, numri ka arritur një shifër rekord të 2 milion turistëve italianë. Turizmi kulturor, ai detar, por dhe natyra e Përmetit e Gjirokastrës janë një nga atraksionet kryesore për turistët italianë. Një tjetër element që tërheq turistët është edhe aerodromi i Gjirokastrës, ku një pjesë e tyre zgjedhin të përjetojnë fluturime me avion sportiv. Po ashtu, aktivitetet me frymë italiane dhe ngjarjet kulturore që organizohen gjatë vitit po kthehen në pika të rëndësishme për ta.